të Serbisë. Dhe më thonë, u bë aneksimi i Kosovës nga Serbia. Kjo periudhë e okupimit klasik nga 46-ta me kushtetut Serbisë deri në 68-ën paraqet një okupim klasik, por edhe një luftë të devotshme të forcave progresive shqiptare, të cilat luftën nuk e ndalen asnjëherë në kundër robërimit, me organizimet politike, por 68-a paraqet për herë parë kthesen e parë historike që shqiptarët ju kundërvuen në mënyrë masive dhe të hapur me bojkot. Ne nuk jemi Jugoslav, ne nuk jemi Slav, jemi shqiptar. Kërkojmë republikë, kërkojmë vetëvendosje, kërkojmë bashkim me Shqipërinë. Këto parulla, të cilat i keni dëgjuar dhe i keni dhe proharitur mes të tyre, sot kemi rastin që të njihemi ma përse afërmi me librin e shokut ton, Ali Mehmetit, i cili ishte ndër organizatorët e demonstratave, si në nivelin qendror në Prishtinë, po ashtu edhe në Perizaj ishte ndër 3 apo 4 të parë që bën organizimin e këtyre demonstratave. Duke falendëruar guximit, gatishmërisë dhe punës së palotshme të Ali Mehmetit, Hasan Abazit, të dhe të tjerëve, u ngjanë demonstratat pikërisht në ditën e sotme para 40 ditësh. Ndoshta sot me orë nuk e kemi ende tamam, por në këtë ditë, prandaj edhe sot dita e sotët, po e shenojmë me promovimin e librit të Zotit Ali Mehmeti. Une do të tentoj vetëm disa ngjarje të cilat i përshkruan Ali Mehmeti në librin e tij, për ndryshe do të keni rastin me i lexue dhe me pa të gjitha me radhë, duke u filluar nga organizata nacional demokratike shqiptare për 45-ës deri në vitin 1952, kur në një mënyrë, po them në një mënyrë, ajo pashitet nga se shumica e udhëheqësve të nacional demokratikut shqiptar burgosen dhe pushkatohen, duke u nisur nga bashkëvendasit tonë, të devotshmit Xhan Serreqit e shumë të tjerëve, mos të njëjtë tash gjithë me emra për shkak se këtu jënë me emra edhe paraqituna edhe më në fotografi dhe pastaj të organizatës të 55-ës, kur jënë po ashtu një grup i burgosur, në mesin e tyre kemi edhe shokun ton Tasimin, duke që të e pashnikun, Tasim Hasanin dhe të tjere, po ashtu në vitin 1961, të përmendi vetëm një shok të skoqare për e përmendi Ilmi Ferizin dhe të tjetë që jënë parapris të demonstratave të vitit 1968. Libri përmban organizimin e grupeve ilegale, rezistencen shqiptare, rezistencen armatosur dhe rezistencen ilegale, grupet ilegale. Pastaj, devaskimi i politikës e Rankovicit, në kohën të cilën e kemi përjetuar shumica prej nesh, dhe e dim se çka ka thënë. Ramja e Rankovicit në 1966, kur
si që dimi i shkeli Titos në varë, nuk e bëri për shkak të shqiptarëve dhe fardimeve në politikën e udhëhequr kundër shqiptarëve, por për shkak se e rrezikoi edhe atë me i marrën pushtetin. Liberalizimin e politikës jugoslave ndaj pakicave, ndaj këtë shqiptare, me 66 dhe 67, fillimi i diskutimeve për amandamente kushtetuse në kushtetutën e Jugosllavisë, me të cilën që në 69 filloi demaskimi i ligjeve diskriminuese, njëkohësisht edhe i ligjeve të cilat fillon në përmirësimin e pozitës kushtetuese të Jugosllavit në Jugosllavi të Kosovës, për shkak se deri më atëherë ishte në pozitën kushtetuese të një qarkut, sërbisht e quhenin oblast, mandej këtu fillon edhe legalizimi i flamurit kombëtar në 68, në fillim të tetorit 68,